Me 4 nëntor e martë, të paktën 30 nëna, fëmijët e të cilave ndjekin mësimet tek mësuesja Marigona Kastrati, ishin mbledhur para shkollës Mihail Grameno në Fushë Kosovë. Kjo ndodhi vetëm një ditë pas transmetimit të emisionit Kiks Kosova lidhur me ankesën e 6 vjeçarit dhe nënës së tij karshit trajtimit të mësueses Marigona Kastrati. Madje aq hallakam ishte bërë në oborrin e Mihail Gramenos, aneksi 1 në Fushë Kosovë, saqë sipas informacioneve që një nga prindërit prezent i ka dhënë emisionit, ishte dashur të ndërhyjë edhe policia e Kosovës që të shpërndajë turmën e nënave. Ato ishin mbledhur atë ditë nga nervoza që ju kishte shkaktuar epizoda e një nate më parë në Kiks Kosova, kjo nga se hulumtimi shpërfaqte mësuesën e fëmijëve të tyre. Nënat prezente në shkollë kishin marrë edhe numrin e gazetares që hulumtoi temën Arbenita Ilazi dhe e kishin kontaktuar atë duke i kërkuar që me domosdoshmëri të shkonte në oborrin e shkollës në ato momente. Të shkolla jena të prit nga 20-30 që të. E çka kena me biseduna nëse takohemi live? Po hajde të live të tani bisedojna, më me ta fjeku ty telefonet. Po na nuk... Që 2 orë jena ashtu me fëmijë vogël kolisht të prit. Po jo nuk keni naj shqetësim, çfarë shqetësimi keni? Jo kam shqetësim shumë mirë, sa s'ku mujtë me flejtë për më të natën, që s'kam shqetësim. Shqetësim, a ju ka pagu nuk e diaja, nëse ju ka pagu aja okej, mbrona ato shra. Jo zoj, neve nuk mundet më na pagu kërkosh, sepse ne punojmë me qitë veç të vërtetën. Nuk paguhemi për askujt, paguhemi me rroga tona, cilat i meritojmë edhe punojmë gjatë gjithë mujet. Na jena të pritë shkolla 30 veta, unë i thira dhe policin, nëse zvim ta, nëse qopin për gjithësi ta morëm mos tana. Policia thana? Tu pasha zëti, një këmë thirë. Sipas audioinqizimeve, disa nga nënat prezente kanë kërcënuar gazetaren e Kiks Kosova Arbenita Ilazin, se në rast se ajo nuk do të shkonte në vend takim, do t'ja dërgonin policin. Me shprehjet si, tash kime pa vetën krejt mediat, jemi të xhiru, ta thirrmi policin, nënat vazhdonin që me tone të ngritura ti flasin gazetares. Telefonat vetë ai që do vaç tash në kik gazetat e Kosovës ku me qita. Kjo po tam polici ko me qita. Po e nderume. Ti monesh me postu bisedën, sepse unë nuk kum fol kur gjë keq, as nuk kum thon as cent keqe. Por derisa ju keni orë për ata edhe na si prindër, jena të ju prit që 2 orë dhe keni drejt me orë. Edhe policin e thirrën telefon pa policia na për derisa janë orta për ata, do të bardha edhe për juve. Jena të fritë, da. A di që fa jena të fritë? Jena 32 prindër të fritë. E qka me bane me juve kur të vi? Qfar shqetësimi keni? Qka me boti me neve? Qka me boti me neve? Me marrë versionin tonë? Po jojni të më kërcnu mua, jojni mbledh 30 veta më mprit mu. Jo, absolutna, nuk kena bona në me kërcimet të uta. Në po këtë audioinqizim, prindërit e mbledhur në obor shprehën pakënaqësinë e tyre ndaj ulëmtimit ku u transmetuar në rrëfimet e 6 vjeçarit, i cili tashmë nuk po vijonte mësimin dhe nënës së tij, të cilat akuzuan mësuesen Kastrati për bullizim e ofendim. Na nuk mujna me shkutet se cili person që na afton, sepse une nuk e di qëllimin e juve, pse i një mbledh 30 veta, ju më mreja, apo qa me ba? Jo, ty bisik, po, jo veç më morë vesh, ona përdyna me shprej mendimin tonë që ka shpreja duja. Po na nuk, qfar mendimi do me shprejti, për mësusëna? Jo, qka për shkone dujtë, për mësusën, kurse na jena 32 shka vetë. Jena të knasht në Marigonën, na s'kena shka me punë. Po jo, muni mu kanë 40 veta të knasht, unë e ku marrë shqecimin e një zoje, e cila është e shqecume për fëmijën e vetë. Marigona e ka posë rastin me usharu, nuk ka desht. Sipas burimeve të Kiks Kosova, kjo mbledhi ishte organizuar nga vetë prindërit. Disa prej nënave që ishin të pranishme kishin thënë se kinse edhe policia kishte kërkuar që gazetarja të shkonte aty. Gjatë bisedës nuk kanë munguar as ofendimet ndaj Klan Kosovës, duke i quajtur televizion vakav dhe duke pretenduar se për çdo ditë ju vjen policia. Ja, ku është korupcia, mos me qitë inqizime që janë faktave që bakon dhe në juve, që kja drejtësia juve, që ju vin policia në stop si televizion i vakav të jene, që kja drejtësia juve, Flutna, jetu më ofendu. Në fund, njëra prej tyre ka vazhduar me kërcënime të drejtpërdrejta ndaj gazetares, duke thënë se për pak minuta do të shkonte në hapësirat e televizionit për t'i qeruar hesapet.
thashe mas mirë me policien, dhe unë thash vina nati të stacioni juve dhe kur të kërkujna. Mas si ju nuk po pranoj një marë, të na vina nate jo. Edhe e shohim tash kur shko drejta dhe kur shko drejt. Emisioni Keks Kosova më 3 nëntor të këtij viti pas kërkesës së një nëne që kishte ngritur akuza ndaj mësueses Marigona Kastrati për bullizim ndaj djalit të saj 6 vjeçar, realizoi një ulëmtim në të cilin dokumentoi çdo deklaratë dhe ankesë të fëmijës, i cili ankoi se sjellja e mësueses e bënte atë që të mos dëshironte të shkonte në atë klasë e të vijonte mësimin. Kjo nga se përveç mësueses, të cilën nën e birë po e akuzonin për bullizim. A i thoshte se tash askush nga klasa nuk po e do. Se veç nuk po më dojnë heq, nuk po më dojnë mu më fol heq, as nuk po më dojnë mu më lanë.